Studimet në vendin tonë tregojnë se mbi 9.000 persona preken në vit nga sëmundjet e zemrës dhe vdekshmëria nga ato arrin nivelin 59%. Hipertensioni është një ndër shkaktarët kryesor të sëmundjeve kardiovaskulare. Shefi i sëmundjeve kronike në Institutin e Shëndetit Publik, Albani Ulli, thotë se nga 400.000 persona të regjistruar në shërbimin parësor në vend, 300.000 rezultojnë me hipertension, pra me shtypje të lartë të gjakut. Nëse do ta përfshinim edhe hipertensionin tek sëmundjet e qarkullimit gjakut dhe një nga faktorët risk bazë për sëmundjet e zemrës, do të konsiderojmë hipertensionin më i shpeshti, është pa diskutim më i shpeshti. Për shembull, t'ju jap disa fakte. Në shërbimin parësor në Shqipëri, ne kemi të regjistruar çdo vit rreth 400.000 persona me sëmundje të qarkullimit gjakut dhe prej tyre 300.000 janë vetëm hipertension. Ndërkohë që sëmundjet të tjera të zemrës janë rreth 100.000 dhe prej tyre tipike janë ato që quhen sëmundjet ishemike të zemrës, që në thelb të tyre nuk kanë asgjë tjetër veçse një frenim, bllokim apo zvogëlim të qarkullimit të gjakut që furnizon muskulin e zemrës. Përveç hipertensionit, në këtë grup sëmundje përfshihen edhe ato ishemike, si dhe insuficienca kardiake. Sëmundjet ishemike të zemrës. Ka edhe sëmundje tjera, relativisht më të rralla, tradicionale, për shembull do të konsiderojë sëmundjet reumatizmale të zemrës, me shkaqe të tjera, dëmtim të valveve të zemrës si pasojë disa proceseve autoimune, si pasojë një ekspozimi në fëmijëri ndaj një agjenti infektiv si streptokoku, ndërkohë që ka edhe sëmundje të tjera si insuficienca kardiake, pra rënja e kapacitetit muskulit të zemrës për të kryer detyrën e vet, por që në thelb në shumicën ndërmuese të rasteve si shkak bazë ka një sëmundje ishemike të zemrës. Klinikisht sëmundjet e zemrës manifestohen në raste më të thjeshta me dhimbje në gjoks dhe në rastet më fatale vdekje të menjëhershme. Si shfaqje klinike do të identifikoja 3 kryesoret. Mund të ndodhet dhe vdekje e papritur, angina pectoris është më e shpeshta, dhimbja e gjoksit, një dhimbje e cila kryesisht ndodh në sforcim, por në raste të veçanta dhe sidomos raste të avancuara, zhvilluara, mund ndodhi edhe në qetësi, dhe infarkti i miokardit. Që besoj është relativisht term popullor për arsye të seriozitetit të madh që ai ka në kërcënimin e shëndetit të individit. Diabeti, yndyrnat dhe duhanpirja renditen gjithashtu si faktorë të tjerë që ndikojnë në prekjen nga sëmundjet kardiovaskulare. Në thelb të këtij qarkullimi qëndrojnë disa faktorë risku, dhe diabeti, pra glukoza e lartë në gjak, e pa kontrolluar mirë, yndyrnat e larta në gjak dhe të mos harrojmë duhanpirja. Duhanpirja është ndër 4 shkaqet madhore të cilat çojnë në sëmundje të zemrës, pra në dëmtimet të qarkullimit të gjakut në këto arterjet. Arterjet fillojnë dëmtohen, rezistenca e tyre prishet, muri i brendshëm i tyre dëmtohet, ndonjëherë bllokohet krejtësisht ose pjesërisht. Mbi ushqyerje, e cila çon mbi peshë dhe obezitet, por dhe specifikat veçanta të saj, të tilla si konsumi i fruta perimeve dhe konsumi i kripës. Pra balancat e tyre mundet të jenë në rrënjë të problemit të një sëmundje të zemrës. Stresi dhe depresioni gjithashtu konsiderohen si faktor të jashtëm, po kaq të rëndësishëm që ndikojnë në këtë grup sëmundjesh. Për sa i përket stresit, është e vërtet që për të flitet shumë, ka evoluar konceptimi i tij, ka qenë fokusuar përpara vëmendje vetëm tek tipat të cilët punojnë në mënyrë të stresuar, përqendrohen jashtëzakonisht në punë, por harrojnë të relaksohen dhe në një farë mënyre janë pozitiv për shoqërinë, por gjithmonë më tepër kohët e fundit, vitet e fundit, po flitet për depresionin, për stresin e keq, për distresin, stresin e zgjatur i cili çon në neuroza, në ankth, depresion, është provuar që depresioni është duke u bërë dhe do të jetë një nga shkaktarët e rëndësishëm të sëmundjeve të zemrës. Ashtu si sëmundjet tumorale, edhe ato kardiake, vitet e fundit kanë pësuar ulje të moshës të prekurve. Mjekët thonë se metodonat i referohen rasteve klinike, por mungojnë studimet e plota
kombëtare për grup moshat e reja. Sëmundjet e zemrës në Shqipëri kanë kaluar në një proces rritje duke filluar që nga vitet 80, vitet 90, edhe në periudhën për cilën po flasim, jemi duke vërejtur shenjat e para të frenimit tyre. Na duhet ende kohë për të verifikuar nëse kjo është një fenomen i qëndrueshëm. Rritja ka ardhur si pasojë e rritjes moshës mesatare të popullatës, por besojmë edhe si pasojë e ndryshimit të stilit të jetesës dhe faktorëve të rrezikut. Shpresojmë, ashtu siç po ndodh në shumicën dërmuese të vendeve të botës, ashtu siç ka ndodhur para disa vitesh, para disa dekadash në vendet me të ardhurat të larta, vendet industrializuara, vendet perëndimore, ku sëmundjet e zemrës filluan të bien nga vitet 80 dhe sidomos vitet 90, edhe në Shqipëri, si thua, të futemi në këtë fazë optimiste të kontrollit të këtyre sëmundjeve. Me gjas kjo do të vi duke kontrolluar faktorët e rrezikut, kryesisht mënyrën e jetesës, por ndoshta duke përmirësuar dhe sistemin shëndetësor. A është faktori gjenetik një ndër shkaktarët e sëmundjeve kardiovaskulare? Nuk kemi fakte, po i quaj shkencore të forta për ta verifikuar këtë. Besojmë që duhet të jetë kryesisht një reflektim i përdorimit më të madh të shërbimeve. Pra, me gjas, shoqëria është duke ndërgjegjësuar më shumë për këtë, sidomos vitet e fundit, por dhe me programe të tilla si programi check-upit, barrierat tradicionale janë duke u zvogluar në minimum dhe për këtë arsye gjithmonë më shumë persona të cilët me gjas e kishin një sëmundje zemrës dhe nuk ishin ndërgjegjshëm për të në komunitet, tashmë po kapen nga sistemi dhe në një farë mënyrë ne mund të vërejmë atë që po e quajnë thonjza një ulje artificiale të moshës kapjes tyre. Është një fenomen që e kemi vërejtur edhe te kanceri. Padyshim që luan një rol edhe trashëgimia, por ne besojmë që nuk është thelbësore. Shumica dërmuese e rasteve të zemrës shpjegohen nga stili jetesës dhe nga faktorë biologjik, të cilët janë të lidhur dhe ata me mjedisin e jashtëm dhe me stilin e jetesës. Përpos shkaktarëve të mësipërm, detyrimi i autoriteteve të shëndetësisë është parandalimi dhe sensibilizimi ndaj sëmundjeve të tilla. Në këtë rast, dy duket sikur janë drejtimet në të cilat po punohet. Check-upi përfshin në kontrollin pas të popullatës dhe strategjia e re që po përgatitet nga ekspertët për sëmundjet kronike, të cilën përfshihen edhe ato kardiake. Shoqëria si e tërë, e cila duhet mendojë në mënyrë të shëndetshme për të kontrolluar sëmundjet kronike dhe sëmundjet kardiovaskulare, në veçantë që janë pjesa dërmuese e sëmundjeve kronike. Për sa i përket individëve, padyshim që mund të bëhet më tepër nëpërmjet fushatave ndërgjegjësuese. Atëherë unë sapo përmenda një nga ndërmarrjet e rëndësishme të Ministrisë së Shëndetësisë që strategjia e re për sëmundjet kronike bëhet për herë të parë në Shqipëri, është dhe shprehje e prioritetit që jep kjo administratë sëmundjeve kronike. Po themi për herë të parë sëmundjet kronike vendosen shumë lart në agjendën e Ministrisë së Shëndetësisë, ka një plan konkret për kontrollin e tyre në dekadën që po vjen. Gjithashtu nëpërmjet marrëveshjeve me Ministrinë e Shëndetësisë, spitalet private ofrojnë mundësi ndërhyrje dhe trajtim të quajtura ndryshe si paketa shëndetësore pa kosto për pacientët. Operacionet e shpeshta që kryen zemër për të korrektuar këtë defektin në arteret që ushqejnë muskulin e zemrës mund të kryen edhe në sistemin privat, duke maksimalizuar, po themi, potencialin e kapaciteteve që ekzistojnë në Shqipëri në këtë fushë. Mos harrojmë që për të ofruar shërbime të sofistikuara të trajtimit të sëmundjeve të zemrës, ka nevojë për investime të mëdha në njerëz, trajnim shumë i gjatë e tyre, po edhe në teknologji. Rekomandimet janë për ecje më të shpeshtë gjatë ditës, korrektim të balancës ushqimore, ku në dietë duhet të përfshihen vakte perimesh dhe konsumimi sa më shumë frutave. Nuk mund të shpresojmë në uljen e obezitetit, por në paktën frenimin e tij dhe ndoshta në korrektimin e balancës ushqyerjes, frenimin e ushqyerjes gabuar tek fëmijët, sidomos me produkte të cilat përmbajnë shumë yndyrna të saturuara dhe të hidrogenizuara, patatinat, është e famshme, ose rritja e konsumit të fruta perimeve. Duam të arrijmë në 5 vakte fruta perime në ditë tek fëmijët, me një rritje brenda projektit të strategjisë me 10%. Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se ndryshimi i mënyrës së ushqyerjes që fëmijë do të ndikojë gjatë rritjes në frenimin e sëmundjeve të tilla, të cilat vrasin miliona njerëz në të gjithë botën.